Unë e di që ka kalu një kohë gjatë dhe e di që njerëz dhe kanë atë bindjen që mas 25 vite, 26 vite, nuk ka rëndësi, ose mund të mos ketë rëndësi eventualisht. Jo, nuk është të vërtet. Çdo informacion që ju keni, është i rëndësishëm. Çdo informacion që ju e bini tek ne, është shumë i rëndësishëm për fatin e të pagjetërave. Si rezultat të informacioneve të juja, ne vetëm vitin 2025 kemi pasur 24 gjetje e shtrore. Nga to 20 gjetje janë trupa të plot dhe 4 janë mbetje e shtrore në vendet caktuar. Ilir, kur po thu si rezultati informacioneve, çfarë lloj informacione kanë ardhur që çto 20 jep na një ide çka është e vlefshme për prokurorinë e çka jo? Po, tani ju të regoj disa nga rastet që i kemi përpunu, për më shumë detaje është kushtrimi këtu nga Komisioni Qeveritar dhe flet edhe për informacionet që i marrim. Informacionet pranohen në mënyrat ndryshme. Nga policia gjithmonë po flas, por edhe nga komisioni. Edhe pastaj një bashkarisht punojmë këtë drejtim. Në momentin që del një informacion në media, njësia policisë me njëherë merr atë informacion dhe hulumton. Në momentin që një informacion vjen nga qytetarët, në cilin do stacion të Kosovës, stacion policor të Kosovës, në cilin do shoqat të Kosovës, që merret me këtë kategori, ne marrim atë informacion dhe përpunojmë. Për shembull, një ndër rastet që kemi pas sukses ka qenë rasti i Podujevës, kur familjarët gjatë kohës pranverore po punonin në varrizat e tyre dhe në atë moment është identifikuar një qebe, një zonë thot qebe, një zonë batanie, po e dini për çka po flitet. Veprimi korrekt që është i tyre duhet jetë për gjithë. Me njëherë njofton e policinë. Dhe policia ka dalë vendin e ngjarjes, ka rrethu vendin dhe ka kryer procedura standarde. Në ndërkohë ka njoftuar mua që duhet të kërkohet një urdhër nga gjykata sepse është e nevojshme të gërmohet. Dhe me një kemi aplikuar kërkesën gjykatë, gjykata ka lëshuar urdhrin dhe policia, Komisioni Qeveritar dhe institucione tjera kanë dalë vendin e ngjarjes dhe ka rezultuar me gjetje.